Raportet për bandat kriminale vërtet janë shqetësuese. Ndër grupet më të rrezikshme kriminale dhe mafioze në botë janë mafia italiane, e cila ka bazën në Sicili në grupin La Cosa Nostra, por ndërkohë janë shumë aktive edhe Camorra me bazë në Napoli dhe Ndrangheta me bazë në Kalabri. Pastaj Yakuza japoneze me rreth 80.000 antar. Hells Angels, që ka filluar si një grup motociklistësh në fakt në Amerikë në vitin 1948, pastaj triadat kineze të cilat e kanë bazën në Hong Kong, e ndër grupet më të rrezikshme janë edhe ato të Amerikës Latine. Po, si paraqitet gjendja me mafia në Europë? Ndoshta nuk na pëlqen, por ndër grupet më të rrezikshme kriminale në Europë janë edhe ato të shqiptarëve. Europoli ka publikuar këto ditë për herë të parë një raport ku thuhet se bandat në Europë vërtet janë shtuar e ku flitet edhe për shqiptarët. Pra, sipas raportit në Europë ka aktualisht mbi 800 banda me rreth 25.000 antar që konsiderohen si tepër të rrezikshme. Shumë prej tyre vijnë edhe nga vendet tona, pra nga vendet e Europës juglindore. Në raportin ku përfshihen të dhënat e të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe të 17 vendeve të tjera europiane, e ku janë pra edhe Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Turqia e tjerë, thuhet se situata është shumë shqetësuese, se bandat në Europë janë shumë profesioniste dhe se ato kanë një bashkëpunim të mirë mes vete për dallim prej vendeve, pra pavarësisht kufive dhe problemeve mes shteteve. Kam fjalën natyrisht edhe për problemet etnike. Më konkretisht, në Europë ka aktualisht plot 821 banda me rreth 25.000 antar. Shumica prej tyre merren me tregti të drogave, më konkretisht me drogë merret çdo e dyta bandë në Europë, por ato merren edhe me shumë aktivitete të tjera kriminale. Në rrjetet kriminale jashtë Bashkimit Evropian përfshihen më së shumti pra shqiptarët, bosnjakët, pastaj kinezët, shtetasit e Gjeorgjisë, Islandës, Nigerisë, Serbisë, Turqisë, Anglisë dhe Ukrainës, të paktën kështu thuhet në raport. Sa i përket rrjeteve dhe bandave shqiptare, ato më së shumti janë të përqendruara në tregun e kokainës, heroinës e kanabisit, pra në tregun e drogave, ndërsa më së shumti veprojnë në Belgjik, Francë, Gjermani, Itali, Holand dhe Spanjë. Ndërsa jashtë Bashkimit Evropian, ato janë shumë aktive edhe në Brazil, në Kolumbi dhe Ekuador. E shumë aktive janë natyrisht edhe në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni të Veriut, pra në pjesët e Europës juglindore. Në raportin e Europolit thuhet se bandat shqiptare janë të organizuara në formën e një familje, me hierarki të caktuar, pra ku dihet se kush është personi kryesor dhe kush bën punë të tjera. Në bandat shqiptare janë të përfshirë kryesisht shtetasit shqiptar dhe ata që kanë nënshtetësi të dyfisht, pra të vendeve të tjera. Në raportin e Europolit thuhet se në bandat nga Ballkani Perëndimor vërtet ka brutalitet të madh. Shumë prej këtyre bandave janë të specializuara për fusha të ndryshme të krimit, siç janë për shembull droga, dhuna ekstreme, rrëmbimet dhe ekzekutimet profesionale, korrupsioni, larja e parave të pista, tregtia me armë dhe lëndë shpërthyese, falsifikimi i dokumenteve e tjera, por këto banda janë shumë të përfshira edhe në korrupsion. Bandat më të mëdha janë të organizuara me struktura të qarta të hierarkisë, kështu thuhet në raport, pra në forma të një familje apo të klaneve. E interesante është që 86% e këtyre bandave për të mos u zbuluar përdorin struktura legale të tregtisë. Shumë interesante pra. Shpesh fitimet nga tregtia me drogë investohen në ndërtimtari, në imobilje, si dhe në logjistik e hoteleri. Si një shembull të organizimit profesionist në raporte përmenden familjet e Ndranghetës, pra në Itali, që është një prej mafiave më të mëdha në Europë dhe në botë. Në analizën e vendeve të caktuara thuhet se shqiptarët më së shumti merren pra me drogë dhe tregtinë e qenieve njerëzore. Serbia konsiderohet si një prej vendeve qendrore për ndryshimet në makinat e vjedhura, kryesisht pra të vjedhura nga në Gjermani, në Poloni, por edhe në vetë Serbi. Bandat që merren me tregtinë e kokainës janë shumë aktive në Belgjik, në Gjermani, Itali, Holand
dhe në Spanjë. Ndërsa rrjetet kriminale që merren me trafikun dhe me shfrytëzimin e fuqisë punëtore janë më së shumti aktive në Gjermani, Holand, Poloni dhe Ukrainë, e njerëzit të cilët keq përdorin më së shumti për këto qëllime pra vijnë nga Gjeorgjia, pastaj vijnë nga Romania, Rusia, Ukraina dhe Uzbekistani. Komisionerja e Bashkimit Evropian për çështjet e brendshme Ylva Johansson thot se krimi i organizuar është një nga rreziqet aktuale më të mëdha për sigurinë e qytetarëve në Europë, për sigurinë e fëmijëve dhe sigurinë e rinisë, por edhe për demokracinë për shkak të korrupsionit dhe të dhunës ekstreme. Siç e shihni, për fat të keq, për Kosovën ka shumë pak të dhëna sepse Kosova edhe nuk është në këto rrjete zyrtarisht. Ndërsa rrjetet kriminale shtrihen nga 2 deri në 7 vende të ndryshme, pra që dëshmon se këtyre bandave nuk ju intereson në fakt fare përkatësia nacionale, por ato veprojnë në shumë vende të ndryshme. E këtë e dim shumë mirë edhe nga vendet e Ballkanit perëndimor, ku kriminalët bashkëpunojnë mes vete shumë më mirë se sa politikat e atjeshme, pavarësisht se a janë shqiptar, serb, bosnjak apo dhe maqedonas e të tjerë. Por këto me siguri që i dini ju më mirë që jetoni në këto vende edhe tani, nëse doni natyrisht mund të më shkruani këtu në video për veprimtarinë e tyre, se çfarë ju mendoni pra, dhe me siguri pra mund të komentojmë së bashku. Nëse doni, mund ta shpërndani edhe këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera.